Nuk e kam treguar më parë sepse nuk kam dashur të stresoj njerëzit e mi apo vëllezërit e mi që i kam edhe të smur me diabet. Një makinë pa targa, edhe me targa të ndryshme, një Golf 3 me ishte nga Elbasani, nga kthesat e Krapës, bile një herë isha me nusen edhe me fëmijë në kthesat e Krapës, kanë qenë të mbullur në Humner me gjithë fëmijë. U mundova ta shqetësoj nusen, i thash ndoshta mund mos ishte edhe koincidencë ose ato pa dashje u futën, ato ishin të ndaluar në rrugë drejt. Un po vija rrugën, është një shesh pushim në Mall Krapës, ato dolën nga sheshi direkt për të më rënë kështu. Mos kisha frenuar me shpejtësi të madhe. Ato ishin të përplasur që të mbuhen në Humner. Të njëjtën makinë unë e shifja gjithkund ku do që shkoja. Në Tiranë një herë shikoja me targa të Fierit. Tash unë i njëjtja njerëz që ishin mrena, të njëjtët njerëz. Makina një herë me targa të Tiranës,